Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani vizitoi Tropojën. Ato pritën përfaqësues politik, klerik dhe banor të shumë të kësaj ane. Me këtë rast u zhvillua ceremoni para tyrbës në të cilën prehet përjetësisht kleriku advetare Bamirës Dervish Recep Boshnjaku, i cili u vlerësua pas vdekjes me dekoratën deri i kombit me motivacionin në vlerësim e ndërim të veprimtarisë së tij të çmuar advetare dhe për kontributin e tij të jashtëzakonshëm si klerik i shquar, bamirës dhe edukues përmes vlerave shpirtërore, duke ndihmuar me plot durim e përkushtim banorët e Tropojës e vizave të tjera shqiptare. Dashur motra dhe vlezër, i nderuari kryetari i Bashkisë, zonja deputete, të nderuar klerik pranishëm, të nderuar e të dashur e të respektuar familjar dhe të afërm të Dervish Recepit, miq të pranishëm. Së pari dëshiroj që të shpreh falënderimet më të përzemërta për ftesën edhe pritjen tuaj kaq të ngrohtë dhe kaq vllazërore në një moment shumë të veçantë për gjithë ne që jemi mbledhur sot në këtë nderim dhe këtë përkujtim, por moment shumë i veçantë në shumë aspekte. Në dimensionin e besimit tek Zoti, në besimin tek vlerat hyjnore të njeriut, në besimin tek vlerat e mëdha të patriotizmit, edhe dhe dashurisë, në besimin e madh tek një nesërme më e mirë, si kontribut i gjithë atyre që përmenda pak më parë, kontributi i bekimit nga Zoti, i dashurisë për vendin, edhe i angazhimit dhe i mundit njerëzve. Për mua është kënaqësi e veçantë gjithashtu të jem sot në këtë vend të bekuar, edhe midis këtyre njerëzve të mrekullueshëm, edhe të nderuar. Tropoja është tashmë jo vetëm e konsideruar, por edhe e konfirmuar si zemra e Malësisë Gjakovës. Malësia e Gjakovës dhe Tropoja kanë qenë dhe do mbeten përjetësisht një yll polar i kombit shqiptar. Një yll polar i kombit shqiptar, sepse u ka ndriçuar mendjen edhe u ka ndriçuar rrugën shqiptarëve në gjithë rrugtimin e tyre historik prej shekujsh, për të mbrojtur dhe ruajtur identitetin e tyre, për të mbrojtur edhe ruajtur gjuhën e tyre, për të ruajtur edhe mbrojtur zakonet e tyre, për të ruajtur edhe për të pasuruar vlerat e tyre morale. Unë sot nuk jam këtu për të përmendur ngjarje
jashtëzakonshme historike, edhe sakrifica të mëdha njerëzore, të Marcis Jakovës, e Tropojës, e kësaj krajine të madhe, sepse sot jemi mbledhur gjithashtu për të nderuar një vepër po aq të madhe dhe të shëndritshme të këtij rrugtimi historik të Tropojës, Marcis Jakovës edhe kombit shqiptar. Atë të një humanistit madh, të një kleriku devotshëm, të një patrioti të madh dhe të thellë, të një njeriu i cili besonte tek forca dhe vlera dhe mbështetja e Zotit, sepse dëshironte që ta shihte gjithmonë më mirë vllain e tij, mikun e tij, vendin e tij, qytetin e tij, Gjakovën e tij, Shqipërinë e tij, gjithë kombin e tij. Ne jemi së bashku sot në rrorat parë si një detyrim. Edhe të gjithë ne sot e kemi një detyrim. Së pari kemi detyrimin njerëzor, që vlerat kaq të mëdha, edhe trashëgimi kaq të shëjta dhe të çmuara, edhe kontribute kaq të rëndësishme edhe të pashlyera, t'i njohim, edhe t'i nderojmë, edhe të mos i harrojmë. Së dyti kemi detyrimin institucional dhe shtetëror, që burrat tillë, e veprat tilla të këtyre burrave në shërbim të kombit, të vendit, edhe të njeriu, t'i nderojmë. Por kemi edhe detyrimin e tretë, detyrimin shoqëror të gjithë shqiptarëve, kudo ku janë, që duke mos i harruar t'ja u mësojmë të rinjve, t'ja u mësojmë fëmijëve, edhe t'u lëmë atyre porosi që dhe ata e kanë detyrim që t'ja u mësojnë atyre fëmijëve të tyre, nipërve të tyre, e trashëgohet ashtu historia jonë, si që ka qenë deri më sot, e lashtë, e sakrificës, por e madhërishme, me burra të mençur, edhe me gra trime, edhe me djem e vajza të mençur, e të gatshëm për sakrificën. Pra, sot neve së bashku, por jam i bindur edhe qindra e mira tjerë që ndoshta kanë dashur e s'kan mundur sot të jenë me neve, bien dakord dhe duhet ta marrin këtë përgjegjësi e këto detyra për cilat ne jemi sot mbledhur këtu së bashku. Të nderosh kujtimin e një shërintori të rrallë, që me përkushtimin e tij ka nderuar dhe ka bërë krenar jo thjesht Tropojën, por mbar kombin shqiptar, e që me keqardhje duhet të them edhe sot, që ende kontributi i tij nuk ka dalë tërësisht ashtu siç e meriton në dritën e të vërtetës. Në fakt, fati i shumë prej personazheve të historisë sonë ka qenë i dënuar dikur. Ka qenë i dënuar dhe tentoi të harrojë, apo të imponohej që të deformohej, e të mos tregojë ashtu siç ishte. Edhe në këto momente që ne të dashur vëllezër e motra jemi mbledhur sot, edhe bëjmë detyrën tonë,
përsëri, në shumë e shumë troje tjera të vendit edhe të shqiptarëve, nuk njihet plotësisht historia jo. E duke mos e njohur plotësisht historinë tonë, ne mbetemi borxh sepse nuk po e nderojmë siç duhet atë. E duke mos e nderuar plotësisht atë, neve u mbetemi fajtor fëmijëve nipërve mbesave tanë. Si një reflektim që nuk do të ndalemi, sepse çdo ditë më shumë bëhemi të ndërgjegjshëm, çdo ditë më shumë e kuptojmë se sa e rëndësishme është historia jonë, se sa të mëdhej kanë qenë këta burra, e sa e lavdishme ka qenë puna dhe vepra e tyre, e sa e rëndësishme ka qenë ajo për ekzistencën tonë sot. Dervishu Xhebel Boshnjaku erdhi në këtë botë në fillimin e shekullit kaluar. Në atë kohë kur mbi vendin e tij po niste në fakt sapo të lindte dielli i pavarësisë. E qysh në fëmijëri duket se zëri i Zotit e frymëzoi dhe i dha mesazhet në mendjen e tij për ta bërë atë një shërbëtor të fesë, por edhe të humanizmit. Edhe një shërbëtor të njerëzve, një shërbëtor të smirës, edhe një mësues të shpresës, edhe një mësonjës të besimit. E kështu, Dervishu Xhepi pas asaj kohës do t'i përkiste më vetëm familjes tij, por mbar shoqërisë, mbar njerëzimit edhe rrugtimit tij fisnik drejt ndërgjegjeve të besimtarëve. Gjatë fazës fillestare të ushtrimit, të shërbimit të tij të shenjtë, ai do të ndeshej për ditë me shqetësimet më ekzistenciale të njerëzve, zona të ndryshme të Ropojës. Një vend aq i bukur sa kërkush nuk mund ta lëkundet tek besimi që Zoti i ka dhënë këtë bukuri, edhe njerëzve u ka dhënë forcë. U ka dhënë forcë që jo vetëm ta ndërtojnë jetën e tyre mes këtyre bukurive, e duke të kaluar shumë vështirësi, por edhe duke dashur shumë. Duke dashur shumë këtë vend dhe duke u kujdesur për këtë vend. Se ju e keni nderuar këtë vend. Të parët tuaj kanë nderuar këtë vend. E ju duhet kujdeseni që brezat që vinë, fëmijët tuaj, niprit tuaj, stërnipër e stërmbesat tuaj duhet vazhdojnë ta duan edhe ta zbukurojnë e ta nderojnë këtë vend. Por dhe në kujtim të të parëve tuaj, që ndoshta s'janë më sot midis jush, por ju ndjekin dhe ju mbështesin që në nderim të gjithë veprës të Dervishu Xhebelit t'i njohim edhe zyrtarisht atë të cilën ai e fitoi me punë, me përkushtim, me besimin e tij, dekoratën dhe titullin e lartë nderi i kombit. I përjetshëm qoftë kujtimi i nderit të kombit. Zoti e bekoft Shqipërinë, Zoti e bekoft shqiptarët, Zoti e bekoft malcinë e Gjakovës Ropojën. Presidenti i Republikës i jep Dervish Xhebel Boshnjakut pas vdekjes dekoratën nderi i kombit. Në vlerësim me nderim të veprimtarisë së tij të çmuara detare dhe për kontributin e tij të jashtëzakonshëm, si klerik i shquar, bamirës dhe edukues përmes vlerave shpirtërore, duke ndihmuar me plot durime për kushtim banorët e Tropojës e viseve të tjera shqiptare. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. Ftojmë nipin zotin Agim Boshnjaku të rejtë dekoratën. Kreu i shtetit titullin e lartë ja dorëzoi Agim Ahmet Xhepit, nipit të Dervish Xhepit.
në prani të kryetarit të bashkisë të Tropojës Besnik Dushaj dhe kryetarit të shoqatës Shkelzeni dhe dritat e tij Besfor Tafaj. Zonja dhe zotëri, unë njem shumë i nderuar që ndodhem mes jush në këtë ceremoni për të nderuar gjyshin tonë Recep Belin. Zoti President, në emër të familjes tonë, dëshiroj që shprej mirënjohjen tonë të madhe për vlerësimin e gjyshit tonë me medaljen Nderi i Kombit. Me keq ardhje të madhe, baba ynë Ahmet Rexhepi nuk kish mundësi të vintin për arsye shëndetësore. Ai më ka kërkuar që t'ju shpreh ju, Zotë President, dhe të gjithëve të pranishim në këtë ceremoni falënderimet e tij të përzemërta. Uroj dhe i lutem Perëndis që vepra e gjyshit tonë Recep Beli dhe kjo tyrb të frymëzojnë e t'ju japin shpresë dhe paqë të gjithë atyre që vinë këtu. Shumë faleminderit të gjithëve. Këtë dekorat dhe vizitën e presidentit Nishani e mirëpritën kryetari i bashkisë së Tropojës Besnik Dushaj dhe kryetari i shoqatës Shkelzeni dhe dritat e tij Besfor Tafaj, në organizimin në të cilit u mbajt kjo ceremoni. Ata vlerësuan se kjo dekorat nderoi jo vetëm Tropojën, por gjithë malsinë e Gjakovës. Vëllezër motra të Kosovës, malësisë Gjakovës dhe nga do që keni ardhur sot, ju përshëndes dhe ju falenderoj që jeni sot këtu. Jemi mbledhur te ky vend i shenjtë, në kodrën e Bosnjakës, përballë malit Shkelzenit, ku prehet një ndër figurat më emblematike të Tropojës, e Mexher dhe ku në ndërtim të vitet e demokracisë Ungrit dhe kjo tyrbe. Është shumë impresionuese dhe frymëzuese kjo pamje e sotmja, me gjithë ta njerëz, me gjithë ta besimtarë të Zotit, që duket se reflektojnë kaq madhërisht mbi majën e malit tonë shenjtë që poetët e kanë quajtur dhe Olimpi i malësisë Gjakovës. Fujse çdo ditë, çdo javë, çdo muaj të vitit, gjiten këtu me qindra e mira vetë, krahinave të besimeve të ndryshme, por sot natyrisht jemi më shumë. Gjithve na ka gëzuar dhe frymëzuar nderimi që presidenti i Republikës i beri me dekorimin e tij Nderi i Kombit Recep Belit. Ti personaliteti që shkriu jetën në shërbim të njerëzve të shtypur e të munduar aq shumë nga regjimi i egër komunist. Faleminderit Zoti President për vlerësimin që i bën Recep Belit. Në këtë akt ju nderuat gjithë malësinë e Gjakovës, nderuat çdo tropojan. Para pak muajsh ishim Luzh, në ndërim dervish Luzh, por gjatë gjithë kohës ne kemi kujtuar nderuar personalitetet të quara të Krasniqës, të Gashit, Nika Mërturit, Tyçit e Berishës, cilët kanë hyrë në historinë në shërbim të malësisë tonë të vendit të Kombit. Ditën vazhdim, ne do të vendosim qytetin e Bramçurrit shtatorin e herojt demokracisë Azemajdari. Sot, para tyrbes shenjtë, na ka mbledhur emri dhe vepra një njeriu simbol besimit te Zoti, besimit te vlerat njerëzore, dashurisë për punën e lirinë, adhurimin e jashtëzakonshëm për vendlindjen, për shipshanin e për malësinë e Gjakovës, na ka mbledhur Recep Beli. Përmenda këta shembuj, për treguar se sa shumë histori ka prodhuar ky vend dhe ky popull, që nga lidhja e Prizrenit, te ky ngritjet e pavarësisë, te qendresa antikomuniste, në fitoren e demokracisë e në luftën e fundit për shlerimin e Kosovës. Vëllezër e motra, Recep Beli përmes historisë mrekullive dhe bamirësisë, shërbeu për rreth 40 vjet në presionin dhe kërcënimet e diktaturës egër komuniste. Ai mbeti, e do të kujtohet ndërpreza si një klerik që ushtroi urdhën e tij fetar pa ndaluar, pa friksuar dhe fshehur asnjë ditë. Ai u kthye në një institucion besimit e të lirisë dhe në një model pa përsëritshëm tolerancës fetare. Çdo njeri që flet për jetën e Recep Belit, përfshi këtu dhe klerikët e traktatit të tij, që mund quhen disi me specialistë të tjerë këtë fushë, për këtë figurë mund japin vetëm anën sipërfaqësore për anën e dukshme të tij. Enigmën e madhe, pra të brendshme që e bën pa vdekshëm, s'mund ta zbërthej askush. Ai kishte një kod veçantë komunikimi, fliste tepër rrallë,
dhe gjuha e tij, pra kodi i komunikimit, nuk mund zbërthej nga kushdo. Tek ai fliste veprimi. Tek Rexhebeli siç mbahet me nga gjithë, ata që e kanë njohur, tipar kryesor ka qenë asketizmi, tipar i njerëzve si periudhë besimit. Asketizmi që të thotë, heqje dorë nga anë materiale dhe përkushtimi tërësor ndaj shpirtërores. Gjithë e dinë sa i bente jetën toksore me thjeshtën që mund bëjë një njeri, që nga veshja, ushqimi, 3 gjërat e domosdoshme për çdo njeri. Paran pothuajse nuk e përdorte fare, dhe njerëzat që linin besimtarët për të, gjithë e dinë se dorëzoheshin dyqanet e tropojës vjetër. Ky është një mesazh i madh që ai na ka lënë, mesazh i madh për gjithë, pse jo dhe për klerikët që kanë një rol përfaqësues. Rexhebeli s'ka predikur kur. Do më thënë s'ka dhe mësime feje morali, mesazhet e veta hyjnore, i ka dhënë me ato pak fjalë kurshyra se me veprimet e tij. Duke të falendëruar për respektin që ke dhënë për figurat e klerit, siç ishte humanisti, udhëheci shpirtëror, bamirësi Dervishi Rexhebel Boshnjaku. Me vlerësimin që i ke dhënë duke dekoruar me urdhën e lartë deri kombit, ne të jemi mirënjohës dhe për ju Malësia Gjakovës dhe Tyrbja Rexhebelit janë për herë derhapur dhe falenderues për respektin dhe nderin e dhënë nga ju. Duke të përshëndetur gjithë pjesëmarrësit të cilët e kanë ndërçuar këtë eveniment, falenderimet shkojnë për ata që me mbështetjen e tyre na ndihmuan në mbërmbajtjen e këtij aktiviteti. Falënderim për Bashkinë Tropoj dhe kryetarin zotin Besnik Dushaj. Falënderim për Këshillin Bashirak, falënderim për Kastriat Panorin, Lulzimi Alezin, Adembelin, Miftarin, Azllamin dhe Adriatik Salajin dhe falënderim për gjithë ju që me ardhin tuaj na ndihmoni dhe na mbështetni për realizuar gjitha objektivat dhe shërbimet sa më të mira. Dhe një herë, falënderimi më i madh shkon për ju, Presidentin e Republikës Zoti Bujar Nishani dhe lut Zotin dhe këtë shëjtor që ju ja keni dhënë titullin e merituar. Kjo është shpërblej me të mira ju dhe familjes tuaj. Dhe një herë faleminderit dhe mirë se erdhët. Në këtë ditë nuk mungoi kënga dhe vallja tropojane.
banorët të cilët ishin mbledhur në kodrën e Boshnjakut përballë maleve të Shkelzenit, ku prehet një nga figurat më emblematike të tropojës. Kjo është një çmim i merituar me Recep Belit, i cili është konë shumë i vlerësuar edhe pejonës tonë. Në këtë ceremoni të pranishëm ishin klerik fetar nga Shqipëria, Malësia Gjakovës dhe Gjakova, artist, studiues si dhe qytetar të shumë të tropojës, bashkompas nga të gjitha trojës shqiptare dhe diaspora. Mes tjera, shu tha se Recep Bel Boshnjaku shërbeu për 40 vite. Ai ishte model i papërsëritshëm i tolerancës fetare. Kishte përkushtim tërësor ndaj shpirtërorës dhe njihet si shenjtori i tropojës, hynori mrekullive të tarikatit Saadi dhe përcolli mesazhe hynore. Në këtë ditë, përveç ceremonisë në tyrben e dervish Recep Belit, u mblodhen me hyb dervish dhe dashamir për të bërë ritet fetare të tarikatit Saadi. Në fund, presidenti Nishani së bashku me klerikët vizituan edhe objektin fetar Tyrben, ku prehet përjetësisht kleriku dhe bamirësi dervish Recep Bel Boshnjaku.